Fed Invest sjell historinë e suksesit të Esmeralda Trokës, një fermere 24 vjeçare nga zona e Bishanit në fshatin e Levanit, e cila ka përfituar mbështetje nga projekti CEB për zhvillimin e sipërmarrjes së saj. Përshëndetje, unë jam Esmeralda Troka dhe jam antare Fed Invest në degën e Levanit. Me Fed Invest jam njohur prej familjes së bashkëshortit tim Alushit. Ata kanë bashkëpunuar me Fed Invest prej vitesh dhe gjithmonë kanë vlerësuar mbështetjen e marrë. Çka më ka dhënë dhe mua besim për të vijuar bashkëpunimin. Për 2 vesh na ka ndihmuar familjen tonë që na viti 2013 e deri tani. Kemi marrë 6 kredi, na ka ndihmuar për mblektori, bujqësi edhe menulliqëse. Dhe kemi ndërmend marrim prapë, që të ecim më përpara akoma. Në mbështetjen e kredisë që synon fuqizimin e grave në zona rurale përmes programit CEB. Investuam në blerjen e dhive të racës alpine, si dhe në zgjerimin dhe rregullimin e stallës. Aktualisht 10 janë bashta dhe shumë shpejt presim një prodhim të mirë të qumshtit. Duke qenë se qumshti është një cilësie të lartë, ata synojmë ta tregtojnë tek grumbulluesit dhe përpunuesit e zonës, dhe në të ardhmen të zgjerojnë fermën me më shumë krerë dhe bashkëpunime të qëndrueshme. Gjatë takimit në deg u njoha me qendrën ABA. Trajnimet që zhvillohen në terren, rubrika Pyet ekspertin dhe shërbime të tjera që janë shumë të vlefshme për një fermere të re si unë. Kjo mbështetje është pjesë e angazhimit ton për fuqizimin e sipërmarrjeve të grave, veçanërisht atyre të zonave rurale, të cilat do mbështeten edhe nga një grant i Fondit Slovak të rritjes së gjithëpërfshirjes të Bankës së Zhvillimit të Këshillit të Evropës. Kjo përmes trajnimeve, demonstrimeve të praktikave bujqësore të qëndrueshme dhe aktiviteteve të tjera që synojnë forcimin e kapaciteteve të fermerëve të zonave rurale. Gjithashtu dhe sipërmarrësve të vegjël. Një fokus i veçantë do jetë për fuqizimin e grave. Kjo kredi na ndihmoi të zgjerojmë aktivitetin dhe të investojmë për të ardhmen. Mbështetja financiare në kohën e dur është thelbësore për fermerët e rinj. Falenderoj Fed Invest dhe CEB për këtë mundësi. Fal financimit të Fed Invest me Bankën e Zhvillimit të Këshillit të Evropës, Fed Invest ka bërë të mundur që të japin kredi me një interes më të ulët se produktet e tjera, siç është rasti i Esmeraldës që ne ishim dhe për vizitë në fermën e saj. Kjo histori ka vlerë të veçantë për Fed Invest, pasi tregon mbështetjen e vazhdueshme që institucioni ka dhënë ndër vite për familjen Troka dhe faktin që kjo mbështetje po vijon edhe tek brezat e rinj përmes historisë së suksesit të Esmeralda Trokës.